Ne gjithë oponentët politikë që jemi, problemet na përcjellin njëjtë, mirë po secili vendos prioritetet e tij, cila është më lart, cila është më poshtë. Unë mendoj se çështja kryesore ka të bëjë me imazhin e Kaçanikut. Kaçaniku ka histori, ka lavdi, ka krenari, mirë po ka poshtnim për shkak të buxhetit. Ka ikje të banorëve për shkak të mos zhvillimit ekonomik, ato ikën dhe xhojnë ose ikin në perëndim ose në komuna tjera për rreth. Nëse referohemi buxhetit, buxheti i komunës Kaçanikut është 13 milion, mirë po të hyrat investimet kapital janë vetëm 3 milionë e 200 mijë. Me në këtij buxheti duhet ne si kryetar komune duhet të kalojmë këtë pjesë të investime për shkak se duhet marrim grante nga niveli qendror dhe nga organizatat e huaja buxhetore, siç janë, do të thotë organizatat e ndryshme dhe ambasadat. Nëse mbetemi me këtë buxhet, atëherë ne kemi më mbet dhe kemi më stagnuar më shumë dhe banorët e Kaçanikut kanë më kalu në komuna tjera dhe disa kanë më mbetur aty. Zhvillimi i Kaçanikut bëhet përmes shumë forma, mirë po, agrobiznesi është një prej investimeve që duhet bëhet komuna në infrastrukturë rrugore dhe infrastruktura tjera përcjellëse siç është UIP-s në gjithë komunën po edhe tjera. Do me thonë, zhvillimi ekonomik nuk bëhet vetëm përmes një sektori, ka probleme në shumë sektor tjerë, po edhe çështja e arsimit është problemi kryesor që besoj gjatë debatit do t'i shkëqisim cilat janë hallet dhe problemet e saj. Pastaj kemi problemet e bizneset e vogla, të cilat janë afër falimentimit për shkak se konsumi është jashtëzakonisht çevarnia është shumë e madhe nëse i referohemi statistika, gjendja socioekonomike është shumë e vështirë dhe atëherë blera konsumator ka shumë pak dhe ato janë buzëtash falimentimit me problemet të cilat nuk po mund me i përballu. Kështu që besoj se gjatë debatit do të shpërfaqim gjitha problemet që na përcjellin.